Skënderbeu ishte një figurë jo thjesht shqiptari më i madh heroi i kombit, po një figurë internacionale që do t'i bënte nder çdo kombi. Po ne jemi kryelart, i pranuar nga të gjithë si një figurë. Vetëm vepra numërohen 500, vepra artistike numërohen 500. Tani, e para, kam një pyetje kështu që, ore, kaq i madh ishte Skënderbeu, po logjika do që edhe ata që kishin rreth rrotullit nuk kishin të mëdhenj, se s'mund të jesh i madh ti me zeqinen, themin e rreth e rrotull. Perëndëria Osmane këtij i tha bukshkal. Kështu të thoshin ty në shkollë, a? Jo, mua jo. Si të thoshin ty në shkollë? Është tjetër gjë. Jo, pa prit se ke bërë 10 vjet atje. Se mos ke turqizuar, se kemi çuar për të. Tani si të thoshin profesorët ty, çfarë ishte Skënderbeu? Skënderbeu është njeriu që i njihte më mirë Osmanin. Kështu thoshin profesorët. Kjo ishte thelbi i kësaj rezistenca e tij ishte e suksesshme sepse na njihte shumë mirë, thoshte. Në historinë zyrtare të Turqisë, si shkruhet për Skënderbeu? Bukshkal. Është shkruar kjo? Shkruar. Në cilën histori kush është autor? Akademia e Shkencave? Jo. Kronikat Osmanit shekullit 15. Bukshkal, Bukshkal. Ua. Sepse Ki bërë një studim mbi këtë fjalën? Kishte ngrënë bukën e tyre, Po? Dhe ngriti krye kundër tyre. Ai që hante bukën e dinastisë osmane duhet të jepte edhe jetën për. Ky nuk e bëri një gjë të tillë. E morën peng ata. E morën peng, e rritën, e edukuan, e shkolluan, u bë strateg shumë i madh. Po? Dhe kur erdhi puna, u largua prej tyre për të realizuar projektin që kishte vetë. Dhe nuk pranoi të ishte gurshau, po lojtar shah. Si ishte kaq i madh? Pse ishte kaq i madh Skënderbeu? Ai ishte individ i talentuar, i lindur i tillë. Po pse ishte edhe diplomat, ai ishte. Jo, po prit. Prandaj u vu dhe emri nga osmanët Iskender. Iskender. Aleksandri i Madh. Aleksandri i Madh dhe Bej. Imagjino çfarë emri ka. Aleksandri i Madh. Po pse i vund pikërisht Aleksandrit i Madh? Duke parë vizionin që kishte ky njeri si shtetar, diplomat, ushtarak, njeri politikës, pra për të ringjallur atë çka bër Aleksandri i Madh në lindje dhe në perëndim. Sepse shqiptarëve të konvertuar në islam dhe që ju bashkohuan osmanëve, ju vun dhe emra sipas karakteristikave që ata shpalosnin. Sipas edhe karakteristikave. Dhe rreth e rrotull ti kishte edhe të tjerë të mëdhenj? Pa diskutim, sepse çdo familje mesjetare shqiptare, fisnike, potencialisht ishte aftë të krijonte formacionin e vet, pse jo shtet edhe më shumë. Po si arriti Skënderbeu, kjo më ka bërë përshtypje që bëri një rebelim, erdhi këtu dhe 25 vjet e mbajti këtë vend. Po prit, lexom me kujdes për kujtesën e Gjon Muzakës. Ai thoshte, ka një gjë, ishte më i Zoti, më i fuqishmi, më i miri ndër ne. Bëri një 2 luftim Skënderbeu? Sa duash. Këtu. Ka qenë. Atje po. Ku më ka bërë këtu? Si këtu. Këtu në luftra këtu 25 vjet. Me osmanët? Po. Patjetër me komandantët e Kekem Harimbaleti ishte shumë i fuqishëm edhe ushtarakisht. Madje duke qenë se njihte shumë mirë taktikat osmane të luftës, ai paralajmëronte e Keni Kebarleti, po ta lexoni me kujdes. Jo, unë e kam studiuar edhe për shkak të formimit tim që ai madje nuk qëndronte fare në kalan e Krujës, me ato 200 kalorës, me ato 200 Po të ndjekësh, ai e dinte mirë taktikën osmane të stepës, luftën. Edhe i paralajmëronte mos i ndiqni nga pas se keni kurth. Ata sulmonin, tërhiqeshin, ku armiku duke mos e njohur i sulmonte sikur po iknin në Arati, këta i rrethonin dhe i godisin me gjitha gjërat. Dhe ky e dinte këtë punë dhe i dilte përpara i thoshte mos i ndiqni nga pas. Në çfarë gjuhë komunikonte Skënderbeu? Kam përshtypjen që duhet i dinte të gjitha gjuhët e mëdha të kohës. Slavishtën duhet të njihte nga krahu i mamas. Tani mamaja e tij Vojsava nga ishte? Duhet të qenë nga familjet slave të Maqedonisë sot me veriut, por që të Shqipërisë lindore. Sepse shqiptare? Jo, për mua slave. Për ju është slave? Slave. Vojsava? Vojsava. Po? Ka një gjë. Dhe gjuhët e Skënderbeu cili ishte? Latinishtja? Osmanishtja. Italishtja është e dokumentuar që... Italishtja? Jo latinishtja. Italishtën e flet si ne thoshin. Italishtja? Po ku mësoi italishtën ai? Nuk e di.
ajo duhet parë, turqishten po e po, Osmanishte. gjuhën turkes, Gjuhën. asaj kohë, Po? edhe greqishten. Greqishten. Gjuhët e mëdha të kohës, ai ka ditur. Problemi është që zotërit shqiptar të viseve lindore Po? kanë pasur në gjirin e tyre dhëndur apo nuse, ose greqisht folse, ose slavisht folse, dhe me martesa dinastike dhe me Bizantin. Prandaj, Nikola Jorga e thot me shumë të drejtë, shumë herët, që ishin familje shqiptaro-slave, shqiptaro-greke, thoshte. Sepse në gjirin e tyre kanë pasur, sepse ishin martesa dinastike, dhe duke qenë martesa dinastike si paj, merrnin territore dhe zgjeroheshin. E kuptova. Kështu që ka qenë në traditën dhe në raportet shtetërore të kohës këto që kanë qenë pjesë e njëra tjetrës. Sa fe ndroi Skënderbeu, sa fe përdor? Treja fesimet e mëdha. Do të thonë, ortodoks kishte lindur, pastaj kur shkoi në Edirne musliman, dhe kur erdhi këtu një nga aktet e para që e pohojnë edhe Marin Barleti, edhe burimet osmane, bë katolik. E bëri publike konvertimin e tij në besimin katolik. Katolik, po kështu Bektashi ishte? Relacionin që ka pasur me baballarët Bektashi në Edirne nuk di të them ende, sepse janë të pakta dokumentat që kanë mbijetuar para marrjes së Konstantinopolës, ka disa, por nuk është çudi që të ketë pasur relata me. Po me ferman të falsifikuar erdhi këtu në krye?